Në vitin 2013, Edi Rama erdhi në pushtet dhe sponsori më i madh i fitoresë së tij ishte vetë George Soros, njëri që prej dekadash më radh ka tentuar të mbajë në kontroll shumë shtete ish komuniste si Shqipëria. Që nga momenti i parë, studio televizive u mbushën me njerëz të financuar nga Soros, si për shembull Baton Haxhiu apo Lorenz Vangeli, që me urdhër të financuesit të tyre duhet të bënin gjithçka për të forcuar imazhin e Edi Ramës. Fillimisht, shqiptarët nuk kuptonin se çfarë po ndodhte, por fakti që djali i George Soros, Alex Soros, vinte shpesh në Shqipëri dhe takohej me Ramën, tregonte qartë se Edi Rama de facto nuk ishte gjë tjetër veç se një shërbëtor i familjes Soros. Ai duhet të përmbushte në detaj çdo kërkesë që ata jepnin. Në të kundërt, ai mund të rrëzohej shumë shpejt nga njerëzit që e kishin çuar në krye të shtetit shqiptar. Por Edi Rama ishte gatshëm të shiste edhe veten e tij për të marrë pushtetin, me një plan që vite më pas do ta distanconte edhe nga familja Soros. Pikërisht për këtë arsye ai vazhdoi të bashkëpunonte, duke marrë financime, por mbi të gjitha mbështetje nga diplomatët ndërkombëtar që financoheshin në mënyrë të drejtë nga fondacioni Soros. Por nga ana tjetër, Rama duhet të bënte llogari edhe me konkurrencën, sepse të tilla ambiente nuk do japin kurrë qetësi, por të kthejnë në një sklav të vërtet. Teksa familja Soros mbështeste Ramën, në të njëjtën kohë mbështeste edhe Erion Beliajn, me objektivin për të presionuar Ramën dhe për t'i thënë se në tradhtin më të vogël zëvendësuesi i tij ishte gati. Pikërisht për këtë arsye, Rama nuk e pa Beliajn kurrë si një bashkëpunëtor besnik, i vetëdijshëm se ai ishte aty për t'i marrë vendin në gabimin e parë që do të bënte. Dhe pikërisht për këtë arsye, Rama duhet të sidhej si një shërbëtor besnik që nuk tradhtonte kurrë, sepse kjo ishte rruga e vetme për të mbrojtur pushtetin e tij. Për këtë arsye, në vitin 2016, vetëm disa muaj para zgjedhjeve në SBA, Edi Rama doli publikisht dhe cilësoi kandidatin Trump si një rrezik të vërtet për botën. Ai e bëri diçka të tillë për arsyeën e thjeshtë se Donald Trump ishte armiku i përjetshëm i George Soros dhe fitoria e tij në Shtetet e Bashkuara do të krijonte dëme të mëdha për fondacionin Soros. Por zoti deshi që Donald Trump t'i fitonte zgjedhjet dhe Rama të gjendej në një situatë të vështirë. Ai duhet i shërbente familjes Soros, por në të njëjtën kohë duhet të mbante raporte të mira me administratën amerikane. Gjatë mandatit të parë të presidentit Trump, fati shkoi në favor të Ramës, sepse administrata Trump nuk u përqendrua as pak te Shqipëria, duke lënë sistemin ashtu siç ishte më parë, në shumë aspekte në dorë të fondacionit Soros. Por George Soros nuk u mjaftua me kaq dhe vendosi ta fuste akoma më shumë në vështirësi Edi Ramën, në momentin kur tentoi të hapte influencën e tij edhe në Kosovë, duke ideuar shkëmbimin e kufive Serbi-Kosovë, ku çuditërisht një nga mbështetësit më të mëdhenj u bë Baton Haxhiu, njeriu që publikisht ka pranuar se ka marrë financime nga fondacioni Soros. Gjatë viteve 2018-2019, shumë takime u zhvilluan midis Edi Ramës dhe Aleksandar Vučićit, por ajo që i çuditste më shumë shqiptarët ishte edhe prezenca e Alex Soros, djalit të George Soros, i cili takohej me ta dhe u jepte udhëzime sikur të ishte padroni i tyre. Por shqiptarët ende nuk kuptonin asgjë. Edhe në momentin kur Edi Rama vendosi ta braktiste Kosovën, duke zëvendësuar me Serbinë në nismën e Ballkanit të hapur, shqiptarët vazhdonin të ishin të verbuar nga propaganda e studiove televizive, ku njerëzit e financuar nga fondacioni Soros kishin pushtuar çdo kotuk. Fatmirësisht, Kosova mbeti e paprekur, por kjo nismë tregoi qartë se sa shumë ishte shitur Edi Rama. Në vitin 2020, Joe Biden fitoi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe duke qenë familja Soros një prej financuesve më të mëdhenj në favor të tij, situata në Shqipëri u kthye në një dramë të vërtet, ku familja Soros e ktheu Shqipërinë në një pronë private. Çuditërisht në Shqipëri erdhi si ambasadore Yuri Kim, një shërbëtore e shpifur e familjes Soros, e cila tentoi në çdo mënyrë ta kthente Edi Ramën në një diktator të vërtet. Diçka e tillë jo për Edi Ramën, por për t'i dhënë në mënyrë indirekte çdo lloj pushtetit familjes për të cilën ajo punonte. Kjo ambasadore u kthye në një mbrojtëse të vërtet të masakrave zgjedhore, dhe po ashtu zbatoi në mënyrë perfekte planin për të shpandur non grata Sali Berishën, me objektivin për të kapur edhe opozitën në Shqipëri me anë të Lulzim Bashës dhe Nkelejt Alibeaj. Ndërkohë Edi Rama vazhdonte qeverisjen e tij, por ndryshe nga i shkuara, ai e kuptoi se rruga që po ndiqte do ta rrëzonte shumë shpejt, dhe për këtë arsye, ai vendosi të zëvendësonte një pjesë të mbështetjes që merrte nga familja Soros me mbështetjen e bandave kriminale në Shqipëri. Në këtë periudhë, në Shqipëri fondacioni Soros emëroi edhe ambasador të tjerë, siç ishte ai i Britanisë së Madhe Alastair King Smith, i cili bëri gjithçka për të shpandur non grata Sali Berishën
me objektivin që t'u jepte padronëve të tij kontrollin e plotë të opozitës shqiptare. Por teksa koha kalonte, skandalet të reja godisnin çdo ditë Edi Ramën, dhe për këtë arsye, familja Soros nisi të spunonte për zëvendësuesin Edi Ramës, Erion Veliajin. Ata nisën ta braktisnin Ramën pak nga pak, por diçka e tillë nuk mund të pranohej nga Edi Rama. Duke qenë një nuhatës i mirë, kryeministri i Shqipërisë nisi të punojë në perfekcion një plan për shkatërimin e Erion Veliaj. I vetëdijshëm se, në fare pa kohë, ky i fundit do t'i merrte vendin. Koha në dispozicion ishte pakët dhe për këtë arsye ai orkestroi arrestimin e Erion Veliaj, gjë jo e vështirë duke parë korrupsionin që e rrethonte këtë të fundit. E njëjta gjë u bë edhe me arrestimin e liderëve të opozitës, duke i treguar familjes Soros se ata nuk kishin zgjedhje tjetër veç se të mbështesnin Edi Ramën. Me kalimin e kohës, dukej sikur sklavi po niste të rebelohej ndaj padronit. Situata u bë akoma më e vështirë pas fitores së Donald Trump në Shtetet e Bashkuara në vitin 2024. Ndryshe nga mandati i parë, këtë herë Donald Trump vendosi të sulmojë në mënyrë direkte familjen Soros dhe influencën e saj në shumë vende, përfshirë Shqipërinë. Yuri Kim menjëherë u largua nga diplomacia amerikane, ndërsa sekretari i Shtetit Amerikan Antony Blinken, një njeri i familjes Soros, u shpa non grata në administratën publike amerikane. Në këtë moment, Edi Rama nisi një rrugtim të dyfisht. Nga njëra anë, ai nisi bashkëpunimin me njerëz afër familjes Trump, duke arritur deri tek dhënëri i tij Jared Kushner, të cilit i premtoi lëshimin e një pjese të tokës shqiptare vetëm për të pasur mbështetjen e familjes Trump dhe shpëtimin e pushtetit të tij. Nga ana tjetër, ai shkatërroi çdo emër të ri në politikën shqiptare, duke mos i lënë rrugë tjetër familjes Soros veç se bashkëpunimin me Edi Ramën. Nuk është e lehtë të parashikohet e ardhmja, por mund të thuhet me siguri që Edi Rama është në gjendje të shes gjithçka për të mbrojtur pushtetin e tij, qoftë edhe tokën shqiptare. E ardhmja mbetet për tu parë.